Tani përshëndetje gjithë me që ekonomia është pa, nuk do të ndjehet. Na ka një projekt bënim me kërkesë spitore të bashkisë për ky dhënie të titullit të derës. Kush është dakord me fundrenditë e kyt? Ja, po është të votojmë. Komisioni na pyetni, vajte na komisioner. Me fundrenditë. Ne vedoj. Kështu fundrenditë po së firmos, a ja? Po. Të besoj. Do të se në ty e dakord. E që mos na fushim në ndicë. Na shkruajmë me këtë ndicë. Do të them prapë që ne na shkruajmë. Jo, mos reagojmë më çfarë do të thonë. A po firmosive, keni? Do më ne të mos. Unë se di se kush janë disi rregull që të isha fjet, po më shkruaj. Po do të mos apo dash na kanë se. Okej, ti më sa je dakord. Janë vdekje, pas vdekje. Unë doin dakord. Vini nuk e kena këtu. Unë më bëj për shkollë se fyja. Kush janë të firma të kemi? Njëri në dim. Ose i zgjidhon. I jese gjithë. Po e tash, ndoj. Për njëjtën lloj vizuri. Po poshtë, do të për njëjtën vetë. Po. Njëri aty, njëri anë. Të dy. Unë Ti do të ketë të para. se kanë dhënë? Kush është dakord me fund në rendite? Ja, do të votat plota. Unë gjithë të ty, po. Vazhdojmë pikën 1. Projekt vendim për miratimin e dhënies së nisë ekonomike duke përdorur deri në mosën 6% kodit të nisë ekonomike për muajin janar 2020. Kush është dakord? Jo, pasë do të thojë pa plania, pa mëshirë, pa mëshirë, ai kush Apo përshëri, vendim ekonomike janë përshëndetësa personale. Janë fond në fond. Tani kanë deklaruar, janë fond në fund për domethënë atë. Dërsa për mua për shtesa ka shtesa. E fondi 6% nuk mjafton për të çefa të që si mas kërkesave. Por ne kemi përzgjedhur si mas kritere të aktivit të fondit të nisë ekonomike ato familje që më shumë nevojë. Ligjërisht, nuk mos kena ngjesë. Não tive para përshëndetje, vajmë një mundi një mundi tjetër mund të kalojë tjetër. Jo mi penalizu, po fiksim. E fundi që është. Brenda një fiksimi, se nga fiksimi mund të arrit 20 kërkesa dhe dhe fatën e mund me aty ditë. Ato kohë që keni e mund të mund të tjetër. Por të përshëndetëson të tjerë e nisë ekonomike që jenë familje me nevojë të divorcuar,
Kush është dakord për Orbel, je dakord? Tash kemi një përfaqësues të Federatës së Sportit të Tërbunit, edhe do të na japë një shpjegim të shpjegimi se si do tani që është 5 minuta. Atëherë një gjë të i favor që ka boksit që do të jetë parë të parë Zoti Çekini do të jetë pak atë shumë jo me serin të shkëlqyer. Ora, edhe medias edhe shqiptarëve që ne ta bëjmë traditash boksit dhe të nga të bëjmë bukës profesor në Sovjet. Në vendin kombëtar dhe kombëtar. Ja dhe gjallë pasi e kam përru vete për një ori edhe për informacion më shumë. Një përshëndetje, jam Çekini, ish bokseri kombëtar Shqipërisë. Aktualisht jam trajner në mobilizuar në historinë e trajnerit të sportit të boksit. Faktikisht kena një eksperiencë si trajner, pasi unë operoj bashkë me vllahën e Kallit Çekinit, ish sportist që ka shkollë. Kena filluar me kriju një ekip zinxhir për moshat, pra vim nga një eksperiencë në kampionatin kombëtar të boksit. Ne na çuam trajner kampionat kombëtar në ekipe të tjera. Në bashkëbisedime me kryetarin, si deklaratin ata banorë për angazhimin e tij në sportin në Kubi. Ne kemi një dakordsi bashkërisht për hapjen e boksit në Buk me ekipin të Tërbunit. Në gjitha ekipet, gjitha grupë moshat, nga moshat që fillojnë të 14 vjeçar deri tek ekipi i 13-14 vjeçar. Ne syndojmë që të kemi që të përfshirjen e qytetit Buks të zhvillojnë këtë sport të panjohur më parë në qytetin e Buks dhe duke pa eksperiencën tonë ne sillojmë titullin kampion për moshat në 2 vitet e para dhe pastaj normalisht edhe konkurret për ekipin kampion për moshat. Aktualisht ne nuk asë kemi në gjirin tonë boksiera, faktikisht kemi edhe nga Buka boksiera. Gjithashtu kemi dhe një nën kampion botet në gjirin tonë, aktualisht në kampion botet, pas një 15 ditë niset për në kampionatin evropian. Gjithë këto element ne kemi të përfshirë, kemi nga dishmëri që të bashkëpunojmë me ekipin e Buks në zhvillim, në qoftë se zhvillohet si i kemi pranë gjirin tonë të gatshëm të vinë për boksojnë për Buk. Përveç këtyre, siç ta thënë më parë, ne jemi synimi jonë është që zhvillojmë sportin Buk. Zërëm talente nga Buka, ne do të angazhohemi me ardhen, se praktikisht ne jemi nga Shkodra, por do të danë oraret edhe ditë të caktuara për zhvillimin e trajnimit të Buk. Do të mundohen atë që të atrojë talente dhe të zhvillojnë procesi shtatë shkëlqyer edhe maça. Fiksimet tona janë për kampionatin kombëtar, por gjithashtu edhe na kemi lidhje në kombëtar, siç e thash ne kemi rezultate historike për boksin shqiptar edhe në arenën kombëtare. Kemi nxjerrë të 5 në Europë, 2 herë kemi nxjerrë tonë kampionin e Europës edhe një kampion bote. Pra nuk janë faktuar për Shqipërinë, gjithashtu nëse arrihet bashkëpunimi jon me Tërbunin e Buks, normalisht edhe promovimi i Buks arritën në kombëtare kombëtare. Jashtëzakonshëm. Pak a shumë kjo është një panorama e sportit në Evropë për çdo pyetje. Sferimi është në këtë formë. Ekipi i boksit ka performuar për vllaznin dhe do të marrë logon të Tërbunit Buks. Në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Ne ekipin të do ta rrisin atë gamën e talentave të marrë profesin të marrë edhe Bukjat, mosha.
ne do t'i japim mundësi që t'i japim edhe palesën në dispozicion me bërë servitje, me kumullu ata pajisje që të dojnë. Edhe eventet kombëtare, edhe nërkombëtare mos bëhen shkolle për të bëhen puk me logon Tribuni Puks. Njihet edhe në arena ndërkombëtare. Pra do të thotë që do të kena mundësi që të shohim edhe evente botërore të përfunduar puk për boksin. Kjo është qëllimi kryesor. Ne kena gjetë mundësinë që edhe ndar me një mbështet, por do t'i kalojmë në shoqatën e shumë sporteve, që është përparim Laçi është drejtori i shoqatës shumë sporteve. Do t'i bashkangjitet as president, do t'i bashkangjitet edhe ekipi që ka performuar deri tash në vazhdim. Kjo do të jetë ose ja. Ne do të thonë që edhe kampionatin kombëtar me sa më shpejt. Po. Pra do të thotë që në puk bëhen eventet kombëtare dhe kombëtare të boksit, se ka janë deri aty sa që të janë në kampionat botës, pa elemente. Pra do të performojnë në lokën të punës. Edhe do të zhvillojnë edhe ekipet të sinqertë, me talenta, si mos mundësive. Pra, palestër do të japim për servitje, për evente, po është për federatën, njëherë në i kohë tjetër sa më të shkurtër, një edhe presidenti të Puksi. Dhe ta bëjmë një marrëveshje të tillë, po sot të deshe me njotë edhe Çilit, në vërtet edhe medias. Praktikisht ato bëhen disa vizita mjekësore përpara për secilin sportist në çdo lloj sporti, jo vetëm në sportin e boksit. Moshat 14 deri në 16, 16 deri në 18, edhe 18 plus kalojnë të pritën. Pra janë 3 grupe. Nuk kanë ne Kishë raport një, edhe dëshira më më. edhe dëshira që të jetë mobilizuar. Edhe mbështetjet ku ta kemi, Jo pa lënë. edhe ju dhe shoqata shumë sporteve, edhe nga ana ekonomike brapa, ka dhe i shoh dhe harin edhe biznesi, sepse këtu të qëmë. Bëhem me vende kombëtare, Me një organizim kampionatin që le në Puks, vinë rreth 100 deri 150 sportista, se kanë biznes. Normalisht që do të akomodohen në prokuroret e zonës Puks, do të shëjnë këtu në radhë. Përveç kësaj ne marrëna në vazhdim si bazë të arritjeve, në bazë të synimeve, do të mundohemi që të krijojmë mundësinë edhe për një pas organizatore për ekipin, tonë Puk, dhe natyra të lënë të dëshiruar këtu edhe është. Absolutisht natyra më mirë që kërkohet për sportistë. Edhe një mundësi për Pukën, nga që ka qenë të rezultuar vazhdimisht, ka është një ide. Burimi ju shkoftë mërë, edhe me shuajnë në kërpunit sa më në. Korona maksimale. Vetëm baza materiale që të vinë. Burime ekipit, Puksit Tribuni Puk. Dhe japim mundësi edhe financiare ekipit, shumë sportës. Është dakord për këto. Nuk është projekt jo. Deri të vazhdojmë në pikën 2. Për shtesën të Ekonomi të majtë të mirë gjamajtë, për një atë një bugjetë të gjithë 2024 dhe për bugjetërë është afat mesë, 2024-2026. Në shpegove të kush për pysha të nërë? Të finansë, të realizor, po gjitha infrastrukturët e
Ta japi shpeshur për mërë në Tash ka lidhur. Anëtarët e Komisionit Ekonomisë kanë qenë dakord. Kush janë anëtarët e Komisionit? Deri Zoni, on Besvia. Ishte dakord që të dalë borë. Një nota për të borë. Ne kanë lidhur më të Atëherë projekt vendimin i shtesën të vënë në mëkatet e shtatë atë listën e programin procedura pamësë patë 26. Siç jeni ndihni, në datën 29 kemi numëruar buxhetin e 2023, në fund të raportit raportuar nga buxheti i shtetit, nga ato afrat dhe nga grana. Sot kemi mbështesën për me bërë shtesën e buxhetit për pjesën e bashkëpunësuar në vitin 2023. Për ato rekursa fondës që veprojnë në vitin gjatë vitit kalendarik që ka qenë viti 2023, me rekordimin të testar bëhet pjesa e pashpenzuar gjatë vitit. Sipas të projekt vendimi është rekordimin me debja testare për fondet të cilat rezultojnë të pakapëror nga vitin 2023. Suma për këtë është 92.128.322 lekë. Nga kjo në buxhetin e vitit 2023, projekt vendimin 47 datë 29 lekë është përdor një pjesë tek në fondeve që është përfshirë buxhet, ndërsa pjesa tjetër është përfshirë tani sipas strukturave buxhetore dhe nevojave të cilat bashkia e shet arsyeshme si më strukturë. Fondet total janë 92.128 lekë. Nga kjo pjesë japet dhe pjesën e kryetarë për këtë shumë sport në parashikuar me fond projektimin e 500 lekë tjetra për fondin e 5 shpenzime të cilat ka futboll grup të rrugë në maraton për vendimin 47. Pjesa tjetër është të me struktura. Nga këto, të trashëgora janë 27.120 lekë, nga grant e 25.581 lekë, të cilat janë ndarë më shumë për paga, sigurime, shërbime dhe investime për pjesën sektoriale dhe buxhetore të atyre struktura që nuk janë përfshirë në vitin 2023. Se do një specifik për ato që e kam bërë. Po kush ne janë tjetër? Lidhur me këtë na e kena pronë Komisionin Ekonomisë. Po janë në atë dhe bashkëpunimin e kryetarit me qeverinë, ministrin, të komunikim politike bashkia të komunitetit, për bashkëpunimin me qeverinë. Kush është dakord? Bashkëpunimin e ka pranuar. Po mirë rëdojnë ka. Kalëm me një mënyrë. Vazhdojmë me pikën 3, projekt vendim për miratimin e listës së mëdhore dhe dashur për pullore dhe për përshitjen për vitin 2024. Kjo besoj se është diçka që përveçohet dhe sa me kalu. Do të shem vetëm të bëjmë shpirallë. Është ka vogëlërie. Si janë këto? Po më shumë lista forse se mund të bëjë shtat i madh. Lodhë që dohën në pysë, që nuk janë të në shka. Ka kapacitetet me pas partit që ka të në shqerë, ka nëjnë të gashë të dohën në shqeraja. Shqeraja do t'jenë afat kohor? Shqeraja është në basë kërkesë. Në kërkesë po për me një afat një vjeqar, apo ma të Deri do të shqerë. Deri në 10 tjetë. Do të 10 tjetë. Një shqisera. Të punëm të parashikun të pilotet, çfarë dunash? Atë nuk kena, atë Atë na pas, atë që kanë qenë, fina Dakord? Kush është dakord? Po harmonizë shkëtorë,
Vazhdojmë me pikën. Vazhdojmë me pikën. Absolutisht se po. Absolutisht se po. Martoj jeshile kena. Do zgjuar në kanë memorie. Projekt vendim për miratimin e listës kufituese nga programi Stërhimi Social, banesa me kosut e ulur. Tu bëhet që është vetëm për një banesë. Na shpjegoj pak. Behari, po. Behari na shpjegoj pak si. Lidhur me kërkesat dhe me plotësimin e kërkesave. Kanë qenë deri në shqiptar në bashkë me profesionistë. Është ku ka pas 20 banesa sociale. Vetë 23 kanë qenë pranë 2 vitet e parë. Dhe një ka qenë pas rezervë në anë që përshën në anë. Nga kërkesat që kanë ardhur, deri tani kanë qenë 20 kërkesa të saj. Dy prej tyre kanë plotësuar kriteret për këtë program. Sa dhe kërkesa në prap vazhdojnë të jenë për STEM. Janë në listat e programet tjera STEM. Por për këtë program ka plotësuar kërkesat të dy aplikime. Ndërta, një aplikim që është plotëson kurset me pikë si preferencë sistemi. Kalu komisionin të vlerësimit dhe është me pikë më parë është arsye të ajo banes pas për vendimit, dhe pas nisë për kaca, për tjetët pas... A ne da vjetë për ma shumë që të para por i vërshim. Ashtë të sigur të Kush ka qenë komision të... Ashtë vetë komisionist e imës. Komision. Kush ka qenë komision? Behari pra, është ai. Janë nga Këshilli, si Komisioni duhet nëse këtë kanë punë. Unë që kam qenë për vjetit? Ha? Dy me një e mujë. Po kam garanci të behari. Behari një shdojnë para praktikë. Ajo të apër, Komisioni Shtërimit Social. Ajo në shmajt apër. Si e ka një më të gjithë të cërë? Vetëm një? Vetëm një të cërë tjerë? Do të cërë kriteret, një karat me pikë. Do me thënë kena me votu këtë? Kush është dakord që ta morë këtë shprahin këtë që ka përsu kriterë? Na, për të gjithë, Pa e posa parë, e ke mos me e po. Kush është dakord? Hamo dhe lërë. Shërim nësa që nga me ta morë që për mund të atë. Unë i përsa për shumë qenë. Zotë nga shpirë të tamë, E pas. Qëmë, Allah. dhe në shpinë të tamë, në që një Edhe këto pjesë e ka morë. Në shpinë e marë të tej. i ke njësë në që kena i shtatë dhe gjokë. Qëmë. Tash me e shkrujt edhe që nësi tash e komentin. Shkrujt të hajt në gejta. Kush është dakord që një goda të lutë? Në një këtë tjere. Kjesë për shësë. Anda s'ke to pasë. Diskutoj për dhejnë e një sekund, po, e drejt. Të diskutojsh për këtë dhejnë e t'i dojnë derit. Ja kitë dhe njerë të vetë sa burë në rikë. Tash i ka ardhur 21 ato dhe na shpjegoi pak se si është. Tani dëgjoj vetëm 2 minuta. Mund të flas.
Unë jam në Kota, në profesion mësues, edhe isha buks, ti shkëlloj në Kallës. Më prasit një kërkesë për në Shqipë, për në bashkisë buks, për shkollis, për në të në profesion një milionit të me, do të tërë majkisë Kota, i cilin është të varë në litarë, të vitin 1926, bashku me nëndë është nëndë, e dy nga të kisha e pukë. Me motivacionin për jesmarin e këngritin e pukës, të gjatë vitit 1991, dhe kam thonë kontributin e tyre të ngritin e flamburit të qetës, të të qetë të tërë 1912. Pastaj me në mbrojtje të opozitarizmit dhe lirive ekonomike, pasi Shqipëria është vendosit taksa për maksimin e punës të taksa të veçanta, pasi ata nuk u nishtruan në rregimit dhe në vitin 1926 ata u pranë militar. Për mirë sot mund të thoni unë kam qenë kryetar dhe mund të kisha qytetar në edhe të municipalës, por e motivi konflikti interesit, e duke qenë se reforma territoriale i ka dhënë të marrë impakt tyre për shpallë derat historike të zonës tonë dhe Pukës, pasi të isha pjesë e Pukës, pasi historikisht pjesë e Pukës, dhe metësh historikisht pjesë e Pukës. Kërkoj nga Këshilli Bashkiak i Pukës, dhe në rrë të dy pasarës, në rrë me titullit qytetar në e. Kjo metet në vendimmarrjen tuaj. Unë jam përgjitre, ti në të marit. Shkolla marrë në burri, në të varë një vetë. Përgjësi në rrë të marë, Kush është dakord për dhënien e qytetarëve të ri? Fiton me 11 vota. Egzosh. Jo, thejnë dhe u shpërndek të punë me anët na opërgjena. Që kena një kërkesë tash në 3 fshatra, Mesul, Kalivarë, Kindes. Aty do të bari hidrocentrale dhe ato banorë kërkojnë ku kanë marrë atë legjezën publike, edhe kështu që kërkojnë nga bashkia, kjo në dhënë të komunikacionit në kjo. Kjo që është vetëm kërkohet bashkisë. Sa është për asintria? Kanë po kërkesë, Këshillit nëse kena pas qarë pas të tjera, ato kërkojnë dokumentacionin si zbanë sësjesh. Kështu zbanë sësjesh, una kur ka legjeza, Sa është kompetencë shqiptare? Kjo s'është përkotej, por bashkia të vjen në dispozicion se s'kan këto. Ja nuk ka kompetencë shqiptare për shkak me zero dokumenta nga bashkia. Bashkia, titullari e bashkisë, po është personelin, ka të hapur me informu publikun për atë marrëveshje ose për dëgjesin publike, se Vetëm dëgjesën publike.
Ashtë përgjithë bashkia, nuk është këshilli bashkia. Sepse ne jetojmë sa të raport, edhe me vëllai jetojmë sa të raport, në fundit urdhën e çojmë bashkia. Kjo është kompetencë të Kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë. Angazhim për këtë pjesë. Ashtë kemi ora pak muish, apo një angesë prej banorëve dhe fshatrave. Në sud, Helivare dhe Kimës. Për një vejë, që është fillon për ndërtim hidroqëtrali. Ankesa apo në formë që fshati ose fshatarët banorëve të në zonave nuk kanë dieni si është marrëdhënia. Edhe kërkojnë informacion për bashkisë. Janë drejtu edhe kryeministit, janë drejtu edhe kryetarit të bashkisë, janë drejtu edhe këshillit bashkiak. Është e ty në mbrapa kompetencat, se djetë, edhe kryeministi se ka kompetencë në nxjerrë letra për bashkinë, por ata kanë bërë atë ankesën, arsyen me ditë kush ka formos të dëgjesa publike, një drejt qytetarëve. Ashtu sikur natë, ose dhe ju, ku vjen projekte, me miratu rrugë, me miratu banesa, atje, apo qana tjera, për të ishtë kjellu të mësim, ashtu dhe ata grupi personave që të ankesët, kërkojnë që dojnë me ditë fix se çfarë dokumentesh posedon bashkia. Ne gjatë këtyre ditëve e kena marrë në konsideratë pjesën e tyre, ata kanë ballë protesta mediatike, dhe tani në fazën ku bashkia do të marrë informacion. Ato ja kanë ballë këshillit, unë nuk kisha Una mi dha informacion dikush atë. Nuk kërkohet dhe i venim veçantë. Nuk kërkohet venim i veçantë për këshillit, por na ta informojnë edhe ato ankusit, edhe qytetarët ku janë në përbote, nga do janë, që na shohin nëpërmjet rrjeteve sociale, që ne do i vëmë në dispozicion gjithë dokumentacionin e hartuar për ndërtimin e atij heci. Unë tash e kam marrë, nuk e kam ditë më përpara. Po hece, por në momentin që ato janë në një fazë, është një fazë pak delikate tash, sepse aty është dhënë edhe leja nga qeveria. Pra, do të thotë që nuk janë në fazën që ne të marrim një vendim shpejt, një vendim që tjetë nëzitur, por informimi është e drejtë publike, qytetarëve. Në këtë aspekt, ne do japim sqarime e domosdoshme gjithë atyre që janë anku për mos ndërtimin e hecit, për arsye që ata mendojnë se nuk është bërë dëgjesa publike, nuk është marrë për mendimin e tyre. Edhe unë kam punë revizje administratën, arshivën, edhe aty ka dokumentacion, ka venime këshillit për aty, por dëgjesa publike unë deri sot nuk e kam gjetur aty në dosje. Do të thotë dëgjesë publike, që banorët janë dakord për ndërtimin e atij heci. Nuk e kam gjetur aty. Unë ato dokumente do ja vë në dispozicion sipas kërkesë. Edhe shumë shpejt do jetë organe të tjera, sepse na s'kena tabër, as me e bloku, as me e dhënë drejt atij që do të më ndërtuat ajo. Pra do të thotë që kjo çështje, me qenë se ka marrë një leje qeveritare, do zgjidhet për tjera që nuk na përkasin asnjëherë. Do të ndërtohet apo s'do ndërtohet. Pra do të thotë do vendoset një organ tjetër, me qenë se
Këshilli i Bashkiak ka marrë vendim më përpara. Edhe Bashkia ka marrë vendim më përpara, edhe leja ka marrë edhe bekimin e qeverisë, pra ja dha leja. Pra, ne po dytë shpejt, ne do t'japim serimin edhe rrugë zyrtare, se si është marrë leja. Pra do thotë vetëm të gjesta publike nuk është aty. Por ju vërtet s'mund të kujtej që e kanë dhënë. Me kjo që kena në shkollë që kena bërë gjestë. Kjo ishte sa për informacion. Nëse fat ka Këshilli i Bashkiak këtu. Po kërstofu. Është një blok me sulive. Blok me sulive. Është në fund tuaj që ka bërë pjesë. Çfarë do të shihë do të shihë ka sa të Jo, undra që ka dhe. Jo në fund. Ja, Asnjëherë pra. I më thotë të shumë. A ka qenë puna projë? Undra. Drejtori i ditë apo sa të drejtori i shkollës. Është në vetëm ditë. Kjo është një problem. Sepse ne nuk e dim, aja rrëll, vëtë beda, 320. Kjo qeshja aty në qy. Për shkatëve punë nuk ka bjellë asë një, janë bjellë, për s'ka me nësë punë. Atë ashtë i vetë një vend se janë një që kam punë në asaj dhe vetë një vend. Nuk e gjeni njëri që mund të dojë që jena dakor për të atë lojë dhe që edhe puna me zbërë ledër, që ku janë ledër, ka ishtë. Po dhe kanë, po se kja Misuitet po ta shkruaj. Seriozisht, po nëse pahet fjalë për në vitin 2017 dhe ne do të dallim Këshilli i Bashkiak do të dallim me dorinë 24. Okej, është kompetencë dhe Këshilli, do të dallim me 24. Dhe unë mendoj se Këshilli i Bashkiak plotësisht do të bëjë të drejtë dhe me mbështet bashkimin për me një këtë procedurën e kësaj morë në jetë. Sepse që në me kodën 2017, më thotë janë në shotin kimës vetëm vjetë thotë të cilë panjorë, të cilë panjorë thotë i kanë shpreh mos ndërtimin e këtij hidrocentrale. Edhe nëse janë bëhen lojna vogla se a morë leja, janë shkujt firma, se shkujt firma, janë bashkë, ne të dojnë mbështetjen e panjorë. Ne jena këto për komunitet. Ne nuk jena këto me mos harrojmë se dezesa publike është detyrim ligjor. Është detyrim kryesor. Dezesa publike është detyrim kryesor sepse nuk e di se po bëhet fjalë. Ne dim se kena një numër banorësh, që na kanë thënë dhe ne po me vëmendje nuk është të lehtë janë 3 kryetar fshatë. Se kanë përposë një kërkesë. Nuk është se ka ardhur një kërkesë, nuk do të ndonë shkallë, po ishte edhe vetë me një qytetar, po janë 3 kryetar fshatë. E në 3 bule 3 kryetar fshatë dhe unë mendoj se do të e bëj me prioritet. Është diçka serioze normalisht. Unë mendoj se do të e bëj me prioritet shumë fort. Dhe unë mendoj se Këshilli i Bashkiak me kanë mbështetjen totale, sa të jetë e nevojshme, se banorët informohen për çdo zot moshme për atë ndërtimin e ditës. Unë shpaj plotësisht dakordsi. Besoj që është marrë interes. Është sigurt se ka kaluar fali gjestë publike. Ne do të kemi edhe jam i sigurt se nuk ka gjestë publike. Ne nuk do të flasim për dokumentacionin. Çfarë kërkon nga Këshilli? Kërkon nga Këshilli gjestë publike dhe votuesi që kanë votuar. Si ai Këshilli po e bashkia, kryetari i bashkisë, sa ka shkruar. Ishte në një grup apo të vendimin do ka po është i kujtoj se çfarë. Ka bashku të gjitha për njësi. Ka kërkuar prej kryeministrit, prej Këshillit. Ka kërkuar me në dhanë informacion se si është po dhe gjesta publike, sepse thojnë nësë këna propos për me ndërtu, atje në delë se
Atëherë, ti jopi vetëm ne? Aty ditë se ka Vetëm ne jopi vetëm që për major dhe pajisën, major pajisë shkolla të publike. Nëse ka të publike, nëse s'ka të publike, hapa dëgjor vini kun bashkia. Po është kryeministri. Jo, dokumentacioni për klasën në arkivat e bashkisë, për fiton arkivat e vendit. Ma e me i ku dispozicion dokumentat. Janë bashkia. Bashkia e qytetit. Ai veni ma po dosi. Dosja proszę, ja. Dosi ne kanë kamë ta gjejnë këta këshyta. Ta kanë zonë që kanë gjithë, më që kanë gjithë, ta këtë Bashkia Janë edhe dy kërkesa tjera. Kjo është në kapën e qytetit. Një kërkesë tjetër ata është lidhur me Mustaf Nuk po se nuk dosi. E keni vjesën të marrë më vështirë. Ja, me drejtuar. Është drejtu këshillit Mustaf Mea, asnjëri të shërbimit total në takim sot në datën 25/2/2004 kanë qenë 4 vetë, 24 kanë qenë 4 vetë prezente ka votuar deri vota nga 74 është morë bura e këshillit. Kanë qenë 5 vetë. Dy kanë abstenu, dhe ka dojë 3-2. Mbledhja është shty edhe disa herë tjera, vetëm se ka mundur 1%. Ai personi s'ka pranuar me një votë, edhe pse ka mundur që të mund 1%, një herë. Ne viu se ne vona dy. Kena qenë dy këshilltarë, kena qenë votë. Dhe kanë qenë 5 pranishëm. Kanë qenë 5 çfarë herë tjetër dhe s'ka pranuar. Ne nuk kena marrë çdo javë sa aty. Kur ditë me zajt të snishi kanë votuar 3. Dhe ai nuk ka dalë më Se koni aty 3 vjetë para kësaj vjetë, edhe të gjithë kërkesë nuk janë sjellja kena kaluar autoritet kryetarit të bashkisë. Nuk dy shpim më këtu. Unë kam se sekretare të na vë dispozicion për të bërë. Në shënë të unë qenë për zërë. Unë këna shumë në fotë. Për sa varë, Pretendimi ati thotë se s'kanë qenë korumbi. Jo, ka shati, korumbi ka qenë se për tjetë 5, korumbi ashtë korumbi me 5. Për hyrë të vërtet shumë kishë kushat. Por korumi është, në qofë se janë 4 dhe 4 votatarë, pro korumi është. Jo, se në Kanë qenë 5, 2 kanë abstenu, janë shumë kanë ndërjarë, 3 kanë votuar pro. Sa janë, a janë 7. nuk ka të pro. Asti venim në në dorë të brosë në një kalim 65, asti venim Ma të fjallë për qëti, për bashkë. asti venim në bashkë i vërtet në bashkia këto. Po s'ka qëti dhe nuk ka mikshirë. Dhe në kom mikshirë. Dhe të të fotë, të i prakisë dhe kom mikshirë për qëti. Ska qenë prezent, Për qëti, për qëti. Po pravo, mund të kërkova Me sa në tërë dhe sërë të sa në tërë dhe sërë të tali ka bashkia. Qenë një kujtorë, fitus në bashkit dhe në të në. Shive, të është argumentarë në dhe rasti tjilë. Kanë qenë edhe 6, i ka pas 4 vota, zë të jenë nuk ka prenu. Jo, mungën kë. Kena me lejnë sa herë që të 1%, mungën 1. Një mungën është të zëmullë. Edhe e fanë, zilë dhe si të dhe, e kanë në ndorë të tyne, a i nuk ka zilë me 1% që zëmullë të shkullë shtonë. Se të të kthejmë një shimë e ka kalu kujtorit bashkisë, që mu ma kanë. Sa kërkesë janë pas zilë? Kjo se ka qenë të komë të bashkit që të të sërë. Që të të në përë. Edhe një herë, sekretarja këshillit në informot. Atëherë, kanë qenë prezent 5 antarë. Po. 5 njërë. Dhe 3 kanë votu, një ka abstenu dhe një është largu. Nuk ka morë pjesë në vetë. Po, nuk ka marrë Pra përshirë se i koalishë. E ke marrë vullën të ati. Edhe me 3 votë. Është e koalishme. Ska një dhe fulla. Po kur ishim 6 antarë pjesë, ti kam votë në votë, me 4 jo për numër 1. Ti më vënë që të votë për pa 4 është të një, a i pa 2, edhe prepë për në është nuk pulla. E në kompetencë ti për për të Ishte me duhet bate se s'man pro. Se ki prezent në sprejë. Po i kena pasë edhe klotër nuk kam prajë nuk pra. Ku ishim të me E kena shtyp vjetët, janë e kena shtyp vjetët. E ka marrë
Edhe diçka tjetër. I ka thënë se nëse kanë votu 3 pros për ty, ti do marrësh punë. Për mua, kjo procedurë njerëz kanë mëshirë, po kjo e një edhe më net. Edhe kanë këtë zonë të kompetente. Na nuk do të dalë nuk do ta thonë si po di. Se ne nuk e lëm kompetencën e kryetarit të bashkisë, çku kena na matë. Kryetari, çfarë ka problem? Sa më kalua fatë komisionit. Jo, derisa ajo procedurë ka vazhduar me votim, për mua është As më mirë është vetë. Ai thirrim këshill. Po të vetë, më mirë me të votuar për mua. Ai thirrim këshill. Për mua është Ka marrë. për mua jo në shtet. Po shumë për sa Po, apo më që, po thyrë, po besmetorin, ja, thotë e smerë, ja smerë. Edhe lus, shkollë. Edhe losën ja vapim tek për Ja, sa punë vëzosë, kena qenë të dyre. Kena qenë në janar, pasë më kërpes. Kena qenë janar, kena qenë 6 dhe edhe ju këna thonë, banë votimin, dhe nuk ka përnu, se nuk e një, për një, për atë për tjetë mundën, dhe nuk ka përnu që që muata. Si, me 6 andorë, me të kërë fitën. Po i këna thonë, se e kënë votim nuk ka kërën për bu. 6 andorë, po i nuk ka të dyre. Jo, herë në mërë, herë që në resë, da orë herë që në nuk ka të Unë thamë se të tjere, antarët e qeshërisë në kshilë, no? Ne në ashtë. Jo vdemin me shkëm me postë, të shpëjo. Postë, morën tjesë, kam E mos Pas jo orë ndoqë, a i se s'na ka dhe vota, a i se s'na ka dhe vota, a i ka dhe të orë i këndojnë bashkisë. Po, sa që mërë 4 vota t'ikur? Po i mori kush 4 vota, a i zëtë një ashtë për mua shkëllë. Po si mori 4 vota, të orë i këndojnë bashkisë, ti mua e t'jo. Ata e mërë dhe Po me mund jam. Dorë, e zgjidhin ta këtu. Ja, sa po sillim ne tash. Po ka nga dorë. Ja pra, se ja pra. Si viç. Kena foto zorë s'ka në ku pra. Sa puna të leçkë sa. Ai vin sa, foto vetëm në 3 shpi. Vetëm po dorë kanë qenë, gjëra që në ku e zotë. Sa të ku bëre? Unë një më po nuk se po. Edhe dy isë të një të besoj. Edhe dy mundoshin, janë pesa për unë. Qofse hitët votim, a i si mërë 4 fitën e dha. A 5 korumbe i përgjosh. A korumbe mu bon votim, atër e i nërë 4. Edhe në atër, a personalet në tërbet, e 4 me votu. Edhe 4, ilishtë. Po një ka hit, një ka abstenuat, 3 vota, e kërë mu bon votim ilishtë. Atër e kështu të tjire, Lesë e lojë dhe thirën të antarët e qesnisë, njësë administrative ku, cilën në dhe tjetët prasë, mas vërës... Për që më dhejnë zjedhë shpilluar shumë. e zgjidhi këtu. Jena dishmësër të tonë, Në i qatit. fat. Yes. Ashtë si puna administratorit. Njësisë administrative ku, shqitash asaj shku. Tjetër, është edhe një tjetër, është një kohë, kjo më shumë për kërtëri. Njëra zhëmë kulla, është një tërkëtore, sot të ka në të gjëti policia, një qimë të rëzgjile. Në me dzina të mjë. Shku ka informacion kërtëri, do? Nuk e një kush është, kjo policia. Ka që që bëjtë Jo kërtëri, policia bashkjake. Po kërtëri është? Gjoba të titull ekzekutiv. Titull ekzekutiv, po të të shqipër për sharë, syrën e ka gjëpi të njërë. Është për regulere, e ka shku për para. Për shkak që bëjtë, për shkak që bëjtë. Po fëri bjetin për shkak që bëjtë, na shpjegova. A si di atjes. Okej, e la për asile. Të janë qështje administrative. Para se të marrë gjupa, sot kanë kontaktu me kryetërin e bashkisë, këna rast, da për hapësia dhe të marrë ka të para da për të një për shetë Pikrish pra, po ta në shqiptojnë ka kryetërin, në shqiptojnë ka kryetërin, Kryetari i bashkisë është në pejqëllim,
sa për informacion, ta qohë edhe e aty, ne kena marrë masa konsiderueshme me jarë në një biznesi. Po, prandaj po dha. Ne kena taksën e biznesit e kena unë me 30%. Kena heq taksën për zamjen e hapësirave publike. Tashi, edhe qytetarin fjalë, pa të drejtë shumë, sepse gjova është jo e këndshme, por me çka kam informacion për policisë bashkiake, apo ndje një sa herë që me lirua të hapësirën e zamjes trottoare aty, mos hedhin e meteorinave në vendin e dur. Unë kam dhënë një gatë. Shok, sot thotë kam vëtu për mu. O, se ka puna por ai gjopën e ka bërë, sepse e ka bërë policia bashkiake, mos 3-4 qëllime që i kanë bërë. Që unë nuk e di se është kamer me një mu kuptimin, sepse kesh të vetë. Por ata të venen revizje, qytetar, biznesi, qytetin me majtë pasër. Edhe me dërinët me i hella të punë për venin e vetë. A i ka hella rrugë aty, a këshilu sa herë, ma të fund, policia bashkjare i ka në gjobët. Që nuk është ta vëra si kryetarit bashkisë një hekë gjobët, vetëm gjykata. Gjykata në ka të hapër kushta, edhe unë. Kush nuk është i rregull të gjobitet, të gjithë jam dakord se të gjithë të gjobitet. Por në këtë moment dakord se kush është i pa rregull. Por në këtë moment tjetë në rregull. Është mos na falojnë. Në senso se çdo gjë ka lënë përmes mos falojnë gjithë, por ato që janë në shit mos ai ti. Ja, Atëre, ti çesh është shërbëtorë. Të gjithë Si e vet po. Personi i tij. sa bërë? Jetën sa të shkojë. ju është gjithë mirë dhe ka Atëherë, shumë konsiderat për ju, morë parasysh në marrë venime, të cilat ishin në një linje me projekte që ne kena dhënë. Faleminderit edhe administratës urojmë zotit sa më një të Nuk punon të një shtetit.